Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, angazhimi i shqiptaro-amerikanëve apo shqiptaro-kanadezëve, brezit të ri të emigracionit, të brezit të parë apo të dytë, në jetën politike të vendeve përkatëse, tashmë është kthyer në domosdoshmëri. Ne shqiptarët, sidomos shqiptarët e Amerikës, jemi aktivizuar vazhdimisht nëpërmjet lobimit, por duke zgjedhur kandidat të tjerë miqësi në Senat dhe në Kongres. Por, është domosdoshmëri si për ne në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe për shqiptarët e Kanadas, që është një emigracion disi më i ri, angazhimi i tyre i drejt për drejt në jetën politike kanadeze. Sot unë kam kënaqësinë të kem para meje një do i thosha personazh në këtë mes, një grua e cila është angazhuar politikisht dhe kërkon që të zgjidhet si kandidate për Këshillin Bashkiak të Mississaugas në Ward 3 në Ontario, në Kanada. Emri do t'ju kujtoj dikë, po emri i saj është Mendi Kabashi. Është pikërisht vajza e aktorit mirënjohur të ndjer, të dashuruar nga gjithë ne Mirush Kabashit. Mendi, mirë se erdhet, shpeshherë për njerëz si puna juaj që kanë pasur një prind të dalluar, shpeshherë i quajnë djalja apo vajza e filanit, po secili ka personalitetin e vet. Dhe për të njohur më mirë ju edhe angazhimin tuaj në Kanada dhe kërkesën tuaj për të hyrë në politikën lokale kanadeze, ne do bëjmë këtë intervist. Ju ekranin e keni trashëgimi, e kam parë që keni edhe një podcast të diçka të ngjashme, edhe unë kam kujtimet më të mira për babain tuaj, kam qenë aktor fëmijë edhe kam interpretuar me të shumë kohë më parë. Atëherë Mendi, pse ju lindi ideja për të marrë pjesë për të konkuruar në jetën politike lokale këtu në ku jeni në Ward 3 në Mississauga? Rafael, shumë faleminderit për ftesën si fillim. Ju përmendët dhe Mirushin, dhe Mirushi sigurisht nuk kam personalitetin tim, po është pjesë e identitetit tim. Dhe jam shumë krenare për të, siç janë shumë shqiptarë të tjerë. Fakti që mora këtë iniciativë apo guximin për të kandiduar për këshilltare bashkiake, ishte sepse unë bëj një punë të ngjashme, por në një arenë më të vogël, me mira qytetarë, të cilët unë menaxhoj pritshmëritë, ankesat, shtëpitë e tyre, projekte multimilionëshe, buxhetet, po prap disa dhjetra milionëshe. Domethënë, janë disa nga shumë ngjashmëri me çfarë bën një këshilltar bashkiak në një ward të Mississaugas në këtë rast, por në një rang një çik më të gjerë, domethënë Mississauga Ward 3 ka 60.000 banor. Unë mendoj që jam më se gati për ta marrë këtë hap, dhe në qoftë se do fitoj besimin e qytetarëve, nuk besoj se do mbeten të shkënjyer. Unë kur i futem diçkaje, i futem 100% me pasionin më të madh, energjinë e kam, dëshira për të punuar ka qenë gjithmonë me mua, nuk e kam pas ndonjëherë frikë punën, po dhe dashuroj shumë punën. Dhe besoj që janë cilësi që edhe sigurisht kam guximin dhe aftësinë për t'u futur sfidave pa pasur frikë se edhe mund të mos t'i fitoj. Domethënë, çdo eksperiencë është një mësim apo sukses, nuk ka rëndësi, është një eksperiencë. Dhe unë jam shumë entuziaste për këtë hap që kam marrë dhe uroj të kem mbështetjen sigurisht të komunitetit tim për ta çarë këtë garë, por dhe të gjithë banorëve të Ward 3, sepse në fund të fundit unë po garoj për të gjithë Ward 3, jo vetëm për komunitetin shqiptar, që sigurisht çdo suksesi një shqiptari është suksesi i gjithë shqiptarëve. Pra ju keni, siç thatë, një përvojë si senior condominium manager, pra një menaxher i kondominiumeve. Pra i dini hallet e popullit, dhe kjo përqasje ju ka shtyr
që tashmë të angazhoni më thellë në politikën e drejt për drejt, jo vetëm aty ku zgjidhni hallet e përditshme, por të zgjidhni me ligje hallet e përditshme, besoj. Patjetër. Ju e cekët shumë mirë dhe esenca e arsyes pse unë vendosa që uart thjesht legja ime, nuk është thjesht një uart që unë po kandidoj për çështje strategjike apo thjesht ambicie personale. Nuk ka të bëjë fare me ambicien personale kjo. Unë kam dëshirën për të pasur një impakt tek banorët e komunitetit tim. Dhe për të qenë në një vend ku unë mund të kem impakt real dhe mund të bëj ndryshime që benefitin të gjithë banorët. Dhe arsyeja kryesore është sepse tek e fundit politika lokale nuk është ideologji, është shërbim. Dhe kjo po mungon në këtë pikë të historike, në këtë moment historik që ne flasim, është gati ka humbur komunikimi midis banorëve që i zgjedhin këto këshilltar bashkiak dhe këshilltarëve bashkiak që janë bërë gati komfort me këtë karrigen që i duket sikur ja kanë lënë trashëgimi. Duhet patjetër një rotacion që të mbrohen dhe themelet e demokracisë, sepse tek e fundit në momentin që Mendi, më sqaro disi sepse jo të gjithë e dim si funksionon sistemi politik lokal në Kanada. Edhe unë që merrem me informacione me politikën, nuk e di, a është pozicion partjak apo jo. Se më duket nuk është pozicion partjak ai për të cilin ju aplikoni, kërkoni të zgjidheni. Nuk është pozicion partjak, do më thënë sigurisht ka kandidat apo këshilltar aktual që janë të pozicionuar me një parti, kjo është zgjedhje personale, por nuk është pozicion partjak. Dhe kjo është dhe një ndër arsyet e tjera që mua më pëlqen dhe e shoh veten këtu. Do më thënë e shoh that I belong. Çdo gjë ndodh për një motiv. Rrugtimi im nisi me menaxhimin e pallateve, komuniteteve më të vogla dhe tani jam gati për të futur një arenë më të madhe. Është bërë mbi 10 vjet që unë bëj këtë punë. Jam më se gati, madje do thoja në një farë pike e vonuar, 4 vite më përpara mua disa edhe banorë dhe njerëz nga bordi me të cilët unë punoja dhe kolegë po mundoshin të më shtynin që unë të kandidoja dhe më thamë pse nuk e mendon sepse ti ke karakter në një politikani, do më thëmë mënyra se si ti i futesh gjërave, do më thëmë me ato binjen e plotë. Ti ke shumë karakter dhe një ke. Me gjithse baba jotë së të kalan të bësh aktore, ke edhe karakterin dhe shpirtin e aktorit, ke edhe karakterin edhe të njeriut që hell hapat guximshëm në jetë, pasi unë di që studimet e kenë mbaruar për studime ushtarake në Itali. Si ka ndodhur kjo? Kuriositet edhe jenë antarë dhe gardës të Kanadës. Cikël të plot 5 vjeçar trajnimi për oficerët e karabinjerisë, të më thëmë policisë ushtarake, ndryshe. Jam një togere në rezervë, kam punuar 2 vite në Ministrin e Mbrojtjes si këshilltare ligjore dhe unë mbylla i cikël sepse mua më desh për angazhime familjare të vija këtu, pasi u martova në ato kohë, por kam kryer ciklin 2 vite në Modena, Akademia Ushtarake, që është dhe akademia më e vjetër në botë, dhe kam qenë femra e parë shqiptare që e ka bërë këtë në ciklin e oficerëve të karabinjerisë. Ato s'kam pasur femra fare, do më thënë kushdo që vinte nga jashtë kanë qenë me një shkuj dhe ishte një risi për oficerët e karabinjerisë që të kishin dhe një femër. E vërtet është që përqafuva që në fillim shumë në mënyrë shumë të paqshme dhe në mënyrë më të mirë të mundshme, mund të them, pasi ato në gjithë kohës më konsideronin si pjesë të italianëve të tjerë dhe nuk e kam ndier, domethënë, asnjëherë qoftë edhe diskriminim apo racizëm apo gjëra të tilla. Por mendoj që edhe njerëzit i lënë vetëm të vetes me mënyrën se si angazhohen. Në ato kohë unë isha, domethënë, gjatë gjithë kohës të bëja më shumë, të dilja sa më mirë me
me studime se bëra ciklin 5 vjeçar të shkollës avokatisë, domethënë unë kam një diplomë në jurisprudencë. Dhe ka qenë me shumë pasion për mua, ka qenë një sfidë shumë e madhe, domethënë paramendo tani që unë nuk kisha fare as përgatitjen fizike, megjithse e bëra gjithë, domethënë ato 3 mujorëshin përpara se të bëja prova, sepse unë i kalova të gjitha provat si gjithë të tjerët. Domethënë Mirushi nuk mund ta perceptonte që unë të mbahesha me, domethënë me hatër, kur i thon, apo tisha ndryshe nga të tjerë, po mos se kisha shkuar në ciklin që bën të gjithë individët e tjerë për të fituar normat fizike, dhe shite ambicien dhe atë vullnetin tim për të mos hequr dorë dhe për të mos lënë në mes diçka që kisha filluar. Unë kam gati smundje këtë që unë po nisa diçka do ta mbaroj, edhe kujtoj me domethënë gati me buzëqeshje kur në vitin e parë që ishte shumë i vështirë për mua, akademi ushtarake në të gjitha senset e saj, me 4 vet në dhomë, 3 vajza të tjera, 4 vet, dhe me atë regjimin në 5 të mëngjesit çoheshim, vrap duhet të përgatiteshim, domethënë të ishim të dukeshim perfekt, po plus edhe krevatin dhe të gjitha, dhe pastaj mbledhje, ngritjen e flamurit, domethënë ka pas gjatë gjithë kohës non-stop deri në 11-12 natës, ku ne brenda këtij cikli bënim dhe studimet për ligj dhe mësonim në një dhomë, se harroj kishim kufjet dhe dëgjonim muzikë ndërkohë që lexonim. Edhe ishte shumë interesante se mua nga nevoja mu desh të aplikoja këtë dhe në një farë mënyre funksionoi dhe për mua, ashtu i memorizoja edhe këto lëndët që kisha, domethënë edhe përgatitesha për provimet. Por i mat vazhdimisht më thonte bab, biletën e ke gati për të kthyer, dhe unë i thoja unë më mirë vdes se sa kthehem, sepse nuk mund ta imagjinoj të kthej me bishtin ndërshal me një sfidë që e nisa dhe nuk e mbarova se ishte e vështirë. Tek e fundit çdo gjë është e vështirë në jetë.